Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin në dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Siç e shihni, ne jemi në udhtim për momentin. Kemi ardhur për umre, kemi ardhur për umre për Mekë, edhe tham shohim, ndoshta mund të përgjigjemi në pyetje që kanë vëllezërit ose motrat, me që kemi bërë atë traditën e mëngjesit së fyrit, këtu tek ne, domethënë koha normalisht është koha e sabaut. Jemi duke u futur në Mekë. Jemi rrugës për Mekë. Edhe 28 kilometra vim në Mekë, inshallahu taala. Sot i rujt jemi në ditën e 7 të Ramazanit, alhamdulillah. Dhe ne si grup jemi nis drejt Mekës. Zotin e Madh na pranoi duat dhe lutjet, po edhe ju Zoti t'ju pranoi agjërimin dhe veprat e mira. Jemi në një mirësi të madhe, jemi në muajin e Ramazanit, diçka që duhet shfrytëzuar në maksimum. Alhamdulillah. Mirë, atëherë inshallah taala shohim për pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat. Patjetër që do të jeni në lutjet dhe në duat tona, padyshim. Inshallah taala. A duhet bërë bismillah në fillim të çdo sure në namaz natë? Bëhet bismillah po me zë të ulët. Nuk bëhet bismillah me zë të lartë. Bëhet bismillah me zë të ulët. Ajo me zë të lartë, po me zë të ulët. Në kohë që surja pastaj lexohet me zë të lartë. Allahu më mësoft. Përshëndetje nga Austria, përshëndetje, aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, Zoti ju nderoft. Ndoshta pyetjet dhe nuk shfaqen të gjitha, sepse jemi me kushte vetëm celulari. Aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse keni dëshirë ta shifni rrugën, kjo është rruga. Kur nuk e ka pjatësina, mund të lutesh dhe të falësh ndërkohë që falen teravit? Po, ti futesh në teravi dhe me njetin e jacis, dhe nëse imami jep selam, ti e plotëson. Nëse imami jep selam, ti e plotëson. A mund të bëjmë dua para selamit në namaz natë? Po, mund të bëjmë. Mund të bëjmë dua para selamit në namaz natë. Selam. Amin edhe juve. Për namaz natë thotë si ti dajmë rekatet. 2 selam, 2 selam, 2 selam. Çdo 2 rekat selam. Selam thot nga Obiliqi, wa aleikum selam wa rahmatullah.
Selam nga Badeni I Gjermanisë, aleikum selam rahmetullah. Ku ndodhe shok? Duke shku në Qabe. Duke shkuar në Qabe. Po shplaja gojën thot me ujë gjatë ditës. A e prish agjërimin? Jo, nuk prishet agjërimi. Ali Brashdi, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam nga Perugia, selam nga Ushtria, fala paç, Ushtria. Jo, mirë. Ku jeni thot se nuk po kuptoj. Duke shku në Qabe, inshallah, duke shku në Mekë. Selam nga Rimini, aleikum selam. Selam nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Ferizaj, wa alaikumus selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Struga, wa alaikumus selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si bëhet njeti namazit natës? Allahu e din çfarë ke në zemër, s'ka nevojë me bo njet. Qohu për namaz natë dhe mjafton. Selam nga Hamburgu, wa alaikum selam. Fala nga Prishtina, fala paç. Amin, Zotë e shpërblet. Nga Shkupi, wa alaikum selam, amin, Allah e shpërblet. Aleikum selam nga Durrësi, aleikum selam nga Berlini. Aleikum selam Xhebi. Selam nga Cabja thot. Cabja çfarë është? Korça, aleikum selam. Unë punoj në një shtëpi greke dhe ata nuk më kanë ndaluar që unë të falem shtëpinë e tyre, po në dhomën që falem kanë shumë ikona. Am pranohet namazi? S'ka lidhje, namazi është I saktë. Edhe pse ka ikona aty ku falesh ti nuk ka problem. Namazi është I saktë. Për nga e merr në internetin thotë që të punon Esim 99. Esim 99 është fenomenal. Fenomenal është këtu. Amin. Selam nga përëjorim, selam nga rahmatullah. Për ata që vetëm agjerojnë, por nuk falen, çfarë adhurimesh mund bëjnë gjatë ditës? Lexojnë Kur'an, japin sadaka, përmendin Allahun, tobe istighfar. Selam thot nga fshati Hotel, jo hotel. Aleikum selam wa rahmatullah nga Habibi Shkupi, aleikum selam. Nga Franca, aleikum selam wa rahmatullah. Në bo umrën në Qabe. Nëse I fal farzët e acis në xhami, pastaj shtëpi I fali salavatet, a duhet me thirr ikamet për salat vitri? Jo. Nuk thirret ikamet për salat vitri. Aleikum selam, Mitrovica. A duhet të këndojmë të njëjtat sure në namazin e natës? Apo ka në një sure të veçantë? Jo, s'ka sure të veçantë. Çfarë të dojë zemra. Nëse shkon këtë listë gjatë orarit që I agjeru shumë, prishet agjërimi? Jo, nuk prishet agjërimi. Selam nga ura e Kuçit, aleikum selam, rahmatullah. Selam nga Torino, aleikum selam. A mbjet namazin natës, unë s'flej gjithë Ramazanin deri mas së fyrit.
Inshallah, po. Jam duke lexuar Kur'anin dhe më bë hapën për babin I cili nuk jeton. Lejo, po për nonën që është gjallë, jo. Selam nga Vlora. Aleikum selam. ايوه مدير ايوه وين هذا قبر ايش shifni këtu vëllezën, tu është varri I nënës së besimtarve. Shifeni këtu varri I nënës besimtarve Maimunas, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sapo e kalum. شكرا حبيبي. Selam nga Vlora. Walaikum selam. A mundet me bë umre bedel për një person që ka ndruar jetë? Po. Nga një person që nuk ka bë umre asnjëherë, jo. Personi që bën umre bedel duhet ta ketë bën një herë umren për vete përpara. Selam nga Presheva, aleikum selam. A është në rregull nëse me ezan të namazit sabahut përfundojmë syfyrin e mbyll? Shifni udhëzimet që ju japin hoxhallarët atje ku jetoni, sepse varet se si është puna e kalendarit atje. Selam nga Hamburg, aleikum selam. Më është bërë vesh që kur ulem për të ngrënë bëj bismillah në fillim dhe pas çdo kafshate përsëri bëj bismillah. Inshallah e largon këtë ves. Patjetër që do të bëjmë dua, inshallah. Selam nga Skupi, aleikum selam. Jam caktuar të punoj në Varreza këtë javë, si t'ja bëj se jam me agjërim. Puno në Varreza nuk ka problem, nuk prishet agjërimi. Nga Bilishti, aleikum selam. Selam aleikum nga Godoleshi. Bëjt fala shoferit, fala pash. Jetoj jashtë vendit, me lan si fyrin, a duhet me lan si pas letret, apo me lan kur është koha mu fal. Lërë si fyrin si që është në kalendar. Mos bëj filozofi. Nëse gjem ligjërata nga hoxhallarët, a quhet adhurim? Po, quhet adhurim. A është lejushëm agjërimi pas fyr? Po, është e lejushëm. Aleikum selam. Selam nga Hollanda, aleikum selam. Selam nga Llapi dhe Podujeva, aleikum selam. Min gjithë. Selam nga fshati Matec, aleikum selam. Selam nga Bashdi nga Toronto, aleikum selam. Nga Zvicra. A bën me pi kafe në syfyr? 1 apo 2? Më caktuar punoj në Varreza këtë javë, edhe më përgjigjen pak më lartë. Salam nga inshallah zotë për më të të gjitha. Cili është sevapi ose dhikri më I mirë që bëhet kur I agjërueshëm? Leximi I Kuranit. Edhe sadakaja. Selam nga Slovenia, aleikum selam. Selam nga Këlqyra, aleikum selam. Selam nga Durrësi. Sa minuta mbas ezanit të parë mundemi të hajmë për syfyr. Ndalohet e ngrëna dhe e pira me ezanin e dytë tek ato vende që ecin me 2 ezane. A
A pranon leximin e Kuranit arabisht në YouTube, mbase ende mirë nuk kam shkuar ta lexoj vetëm, inshallah. Aleikum selam wa rahmatullahi. A Berlini, aleikum selam. Nëse vend pika në hund, a prishet të agjërimi? Nëse shkon diçka poshtë, po. A bën me falsin e sabat mbas farzit. Nëse se ka arrit do të para farzit, bën mbas farzit. A llogaritet dhe mukabele si hatme, po. Si një hatme dëgjimi, si barë hatme, po dua, i mirësi është. A pranohet agjërimi pas shkëm të lezim qerit e vendet e mira? Nuk lejohet, muslimani që ndezi që në vendet ashtë mira. Sepse nuk lejohet këtë gjë në islam. Këtë gjë që një ndërë shirkë, Allah në rëmi. As për sultan në vruzin, as për babë në sultanit, as për qunin, së lejohet. Selam nga odolishti, aleikum selam. Disa thonë se sabavin në 5, disa thonë 5 e gjysmë, me këtë esin. Dhe prosë si që vëproni mami për të je. Kam filluar të falen në sëllar shumë mirë, alhamdulillah, falënderit që am zotë. Nërsa zëta pranon të më shumë që çdo kujt tjetër. Linkun për faljen, okej? Për falin namaz të burë e lënë televizorin me zët të lartë. A ka përbëri për namazin tim? Jo, s'ka përbëri për namazin tënë, a i ka gjuna që e përve. Selam nga peja, alim selam e këllam. Sa e ka të arrit minimalisht dhe me falë, për me falë vetëm. Minimalisht, me falë minimalisht. Sa e ka të arrit dhe me falë minimalisht, 8 plus 3 një më rejë. Në shua fillor të që t'jallin 3 vjeçarën me qërë dhe orëqanë. Varë se se të rejtojnë në varë se se të rejtojnë. Po da rrëllu dhe pak tjetër. Sifi, thotë vite ka fajnë pas sifurit apo pas a ta falë vitin mas tarabis apo mas sifurit? Vitin falët mas tarabis. A dhe me zhida Aisha e vajnë? Tu arritëm këtë xhamia Aishës. Sekund. Abi qik të.
Kjo është xhamia e Aishës, që vinë njerëzit me bo atë umrën për zdytin. Kjo është xhamia e Aishës, që vinë njerëzit me bo umrën. Ja tani po futen në Mekë inshallah. A duhet me paguën e tjetër me shku në Mekë se unë nuk mundem. Përse nuk mundesh? Mbyllë se mbaru. A duhet lahet komplet njeriu kur ladaton 100 nush? Ja. Selam nga Greqia, më dërgo dhe mua thot atë linkun. Ja ku e ke linkun këtu. A leot një që s'ka fal namaz me dërgu bedel për haqë? Po. Selam nga të tohë, e vërtet, po unë jam në autobus. Ne kemi nisur udhëtimin dje në orën 6 dhe akoma nuk kemi arrit në hotel. E keni komercializu thot fejnë, si pas meje, a janë të tepërta këto shëtitje dhe përfitimi nga ana e shumë o zhallarëve. Ne po shkojmë qabe, vlla, nuk po bëjmë pazar, nuk po bëjmë tregti. Jemi në hak të Zotit dhe në drejt të Zotit. Selam nga Gosa, aleikum selam, rahmetullah nga Maliki, aleikum selam. Amin dhe juve. Hotelin e kemi në Mahbes el Gjinn. A lejohet fotografit me kornizë me i varë në mur? Jo, nuk lejohet. E vërtet, po na puste gjumi, po tani na doli gjumi. Linkun e falis ja kemi dhënë dikujt lart te komentet, lart merreni prej tij. A bot njëti për shkuar në umrë nga xhamia e Aishës? Po, ka mendim që po. Si bëhet që bëjmë dhe ne umrën. Po shkon tek një nga këto agjensit e umrës. Njëra është mas xhamis direkt. Njëra është një. Nam? Shikojni, ky është Mali Nur. Këtu është shpella e Hiras. Ta kapim nga këtu. Se kap. Po hurmat e të jenë pem, po pema e palmës janë hurmat që hajnë ne. Në Hamburg, selam. Pa tjetër. 4:30 e mbylla së fyrin. 4:31 kujtova që s'isha pi ilaçet. Dhe i piva hilacet me ujë dhe bëra njetë e mbylla prap. Në rregull dje. Dhe bofshin mirë. I falë pesvale zëtë shkon për 8 mars, apo? Pa dhe ka shumë në ekonomikë për të bërë umrën.
interesohu, shif kushta e çmimi më të mirë ik. Qohë në orën 2 të natës, fal 2 rekat namaz, derë 2 pika lot. Ky është ilaçi më i mirë për çdo problem. Kam bëj iftar 2 minuta para se me thirrë ezan e shamit. E kam prish gabimisht më herët, s'ka problem. Stresi zero. Stresi zero. Selam nga Koça. Kam djalë thotë që në qërë të 3 vjeçar, po ai qanë me zip, po më hiqet prej dore. Po duhet me mësua, avash avash, inshallah mësohet. Normale. Jemi duke shku për një qapi, inshallah ta'ala. Mirë, inshallah e përshëndesim gjithë. Këtu e në varezat o vlezën, varezat e Mekes. Sa i kalum, ja këtu e në varezat e Mekes. Një sekund, i kalum. Selamun aleyküm. Mirë vëllezër, Allahu ju lut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ju dasht, Allahu ju nderoft. A që namaz natë thot pasi të hajmë së fyrin? Ja po pasi të falim sabahun. Ej zoti. Allahu ju lut, Allahu ju nderoft. Allah në rafë burim, Allahu të rritë, selam aleikum. 10 minuta masa ka dërt që nohet, që se më rëvesh fare që ato. Por një respekt edhe juve, Allahu i rritë, selam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.